НАТО може би е некој што не спаси од војна. Me freskinë e pranverës ka lindur edhe dëshirat tona për të pasur dashuri, paqe mbi të gjitha lumturinë. Prandaj sot ne si fëmijë kemi vendosur që të flasim për NATO, organizatë kjo e cila merret me anashkallimin e konflikteve dhe zgjidhjen e problemeve. NATO ndryshe njihet si organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, e cila u themelua me firmosjen e këtij traktati. Ne si fëmijë shpesh herë jemi kundërshtar për të ditur kuptimin e fjalës NATO, shtetet anëtare të saj, si arrin bashkëpunimi i shtetet anëtare të NATO-s, çfarë ju mundson NATO shtetet anëtare të saj, se të cilët do të ketë armja e Republikës së Maqedonisë së Veriut pas anëtarësimit të saj në NATO. Ne synojmë për një të ardhme të mbushur me paqe, të jetojmë me jetë me ëndra për Allahun, të anashkalojmë konflikte shoqërore, të sjellim paqe, dashuri, mirësi dhe lumturi në vendin tonë. Земя членка ќе влезе во НАТО и ако некоја земја не нападне таа земја членка и доаѓа војска и ја бранува земјата членка. Кога две земји ќе се скараат, НАТО оди да им помогне. НАТО е војска што не штити и што не брани. НАТО е безбедностна организација која што според мене значи цврсти државни граници, безбедност и сигурност за идните генерации. НАТО е војска што не брани и штити за да бидеме безбедни. Заштита на државата. Јас сметам дека НАТО е војна организација. НАТО е нешто во кое се собрани повеќе војски од различни држави.